qetësinë, se edhe unë eskalova në atë pikë. është e pa turp, është e pa cip, nuk... Ma ka thirë zemrën, bashkë ma ka drillë. Ta besoj, se dhe unë ashu kam ullërit. Në ullërita mu zhduk, ma ka drillë, mo pikën që... Mi që u futën ta në mes. Wow. Qëre fjali o të kajtë qka ku jatë? Jo, se më të kajtë bukës. E ke prek në pikën ma të keqe, dhe i që të karë pika e lujës tone. Marrë dhëtë më ardhë. Ka turpa jo me. Marrë dhëtë më ardhë, s'ka prej vetës nuk ka turp kjo. Liksira që kemi në shtë. Se ti ka thonë zotin ty, vjeshe një goj. Ma shumë për fusa me folë, ja? Jo. Valoj, këtë historia thotë se ma mirë ma pak me folë. E shef komentar herë do kur që kjo. Marrë dhëtë. Ma pak me folë ma mirë. Ose ka njerë mos me folë kus duhet me folë. Timing, me pas timing kur me folë. Ndaju më i pak ludos, vish kak, nuk është normal. Edhe afer Për ti... çdo kënd është relativ. Timingu për çdo kënd është relativ. Sa interesant qëto. Apo jo Hygert? Ju do e pata një biset me ty po ullë kënë mes, e fullë ma vonë. Kur jena vish na dy. Me gjithë shef. Hygert, është timingu relativ për çdo kënd? O, Tomi, Gjeri nuk të logarit, fare. Hajtë se e dim neve këta fjalët e mos logaritës. Hyki, ky ke një palim zyrtar. Hygi këshu ke thënë ja 20 herë. Nuk të logarit fare, kështu që mos u kryt, fare. Po nuk krye, unë po pyes një opinion. Unë po pyes një opinion, nuk është pyetje. Ta ka palim zyrtar. Pyetja ime ishte timingu është relativ për çdo person. Palim zyrtar. Jo për krytje. Dhe unë të thash një fjalë që mos u fut debat me budallajnë se e ke të humbur, edhe do ta zbatoj. Po ti e ke bën një muaj e gjysë këtë gjë me Po mua. pra, e kuptova më në fund. Edhe ke thënë edhe para një muaji këtë gjë dhe prapë ke bërë. Po budalla dhe i lik, pastaj është akoma më i keq. Pse liksi? Se kuptoj për çfarë liksi. Ma pak. Paraballa, ma shumë. Points. Se kam thënë gabim atë shumë. S'kesh logjike se s'ka kur farë momenti me folat fjallë, dhe o kry puna. Edhe jo të kish me di se për një mes se të ashtë të qelabe edhe njerëzit që janë familjarë, është shumë rëndë, shumë është rëndë, se nuk i ki... Nuk është shava familje. Ose shoj të visë mja përmend shikën o rëndë, se i ka metat e një... Unë e ka njerë veç ku kujtojnë atë shikë për dolin lëtë. Po të shi, veç pa përmend fjallën nga ana ime vajza jote, a i ta e ka mendje vajzë, në stop. Se duhet preket kur ja po se mund. Jo, ma mirë mos me pas shumë mendje vajzën se vullë. Po ta di këta vetë thuajnë që në stop. Ne i përmend, në nxjerr nga vetja. Si ta thot, ta dëgjoj me zë. Si ta dëgjoj me mendje, është e njëjta gjë, se ka mendje vajzë vazhdim. O, si të kuptu. A përgjës se s'kuptu se s'ke fmi vetë. E të folë vëqka. Po, a më edhe mu kur ma shajnë edhe preket e familja ime. Nuk mërzitem, se ka mendje në stop familjen. Kush ta shajtë e familjen në kumbre? O lëre moj familjen para fëmis, moj, se nuk e ke konceptin që do me thënë fëmi, e kupton? Nuk duhet t'i prekësh kur nuk i di ca ndjenja, se qatë kalon në shpirt, në zemër, në tru kur ke fëmi. Nuk e preka fëmin. Kaq! Nuk ja preka fëmin. Qepe! E preka fenomenin që a i si prim duhet t'ja për një mesazh. Nuk ka si fenomen, se ti ishe objekti dhunës. Mos baj fjalime kur e vetë objekti dhunës. Keni peshën pak më të madhe të jepë mesazhin e dur, dhe ju nuk po Ti që ishe aty, ti që provokove gjithçka, ban ti fjalime. Qa provokova? Po të di turp. Po unë e pranoj gabimin tim. Cili ka fjalimi me ty në këtë pikë? Unë e pranoj gabimin tim. Bo, qa gabimi, mbylle, gabimi jo, ta pranosh është ta qepë. Se e nxini gabimin tuaj duke nxjerr tjetrin në faj në këtë situatë. Po ti Hygert apo e bën? Po ti më ishe objekti asaj, ti ishe objekti zarfit zi. Unë e pranoj gabimin tim. Ti qosh të ban fjalim. Unë e pranoj gabimin. Hapu dhe. Unë e pranoj gabimin. Bo, qepe, te fëmija mos prek. Nuk se prekem nuk e te ke fëmija. konceptin që do të fëmi. Nuk prekem te fëmija. Fare.
Nuk prekem të fëmija. Bol, moj, bol. Unë nuk preka të fenomeni. Ditë thua bol. Se qarë do të taj fenomen ndodhe dhe të fëmija jote. Fenomeni se qëfar do të thotë ndodhe fenomeni edhe të fëmija jote. Po, qa shembulli tregove, më tregon fenomeni. Qa fenomeni, që mund geti me meshkut, ishte 2 femra që mund duna fizike, edhe duna psikologjike. Bëja politikë për vetën tate njerë, pastaj duna fizike dhe duna psikologjike. Duhet edhe meshkut edhe femra të reagojnë për duna fizike dhe duna psikologjike. Jo ta përqarë dhe rasti toni të thotë që është normale se jena loj. Qa mesazhi për cila i si prindër që thotë jena loj për dun fizike dhe psikologjike është normale? Je patur, je pacip dhe patur. Realiteti po flas. E pacip. Unë e pacip. Njeriu më i pacip që them unë është e pacip. Edhe për Labinoti kam respekt për atë. Në rregull. Nëse fjalët e mia për shkruaj realitetin tuaj do thotë ju jeni të pacip në atë që bëni. Çfarë realiteti, më falo. Çfarë realiteti thua? Po, për tonin as ja çetash. Çfarë realiteti? Po. Çfarë realiteti? Ha, më thuaj. Ishe ti objekt i zarfit zi. A ishe ti? Ninga. A nise ti? Ninga. A nise ti provokimin? A u këthyra ajo për të mbrojtur? Shumë bukur, ishit ju të dyja. Duna fizike nisi dikush tjetër. Ku hyn meshkujt këtu? Po hyn. Ku hyn meshkujt këtu? Po se s'e ndjen bisedën. Mos e bëj atë. Po hyn meshkujt. Qofse ti s'dohet shkoje te kjo pista, pra për të bërë fjalime për meshkujt, mos ta filloje fare. Toni tha që është normale se jemi loj. Toni normalizoi dunën fizike dhe psiqike se jemi loj. Dhe po ja jep Toni normalizoi dunën fizike dhe psiqike se jemi loj dhe prandaj e përshirë. Je patur. Fjalët e mia për shkryt Toni, do me thonë ti po quan të pacip Toni, jo mua. Okej, Toni drejto. Me veten tate, që duhet ti të sajoj fare ajo gjëja. Hygerta, në rast se dikush e normalizon dunën fizike dhe psiqike se është loj, sipas teje është e drejtë? Hygerta, Toni që normalizoi dunën fizike dhe psiqike se është loj, sipas teje është e drejtë? Hygerta, pyetje do, nuk dit nale. Është e patur, është e pacip, është nuk dit. Hygerta, pyetje Shpirtin e shet për këtë loj. Shpirtin e shet për këtë loj. Po le të largohen nga këtu, le të shkëndon gjumit. Se për vazhdojnë. Jo, nuk e do të shkëndon A krenoshti me shta sa të vujtë? Me Hygertën po flas. A krenosh me sa të vujtë njeri? Jo. A ne pse për vazhdojnë? Nale, nuk o korrekt. Nalo. Atë Hygerta pse se respekton Tonin dhe Toni pse nuk shkëndon gjumit korrik këtu. Shka për përmen emnin? Shka për përmen emnin? Nale, apo të lutma Nalo? Për hatër tem Nalo. A për hatër tem, mush me nal. S'mun është çdo debat mu kanë fitusja humbja, veç me nal gojen. Për hatër se njeri vun. Ka hallat e veta, le, pa nuk është interesant, po Nalo. Nalo. Për hatër tem Nalo. O ka vun, mëse... A di shka të bati, a di shka të bati. Ti dalë për shemë shtu gjakë, ti t'ja gryë dhe ma shumë, po Nalo, po jo se pi dhem, se i ka hup kontrole, ka problemet e veta, nuk është mirë. Po tani nuk e shava unë familjen e ti. Nalo, shava unë vajzën e ti. Bro, they took me L, bro. I'm S. Come on, Nalo. bro. I give it to you. Nalo, It's nuk ka perfect. regën, I Nalo. don't use that. Nalo. Ja pa unë dala. Kluta, edhe u fripunë, edhe këtë...